Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin javor nga data 26 deri më datën 1 shkurt 2026. Duke se është javë e fundit e janarit, ku na mëson shumë gjëra dhe na përgatit për muajin që po vjen, ku do të jetë dhe ndryshimet që ndodhin në momente të caktuara dhe koha e duhur. Mbi ndryshimet, mbi takimet, mbi dashurinë dhe çështjet të rëndësishme. Por para se të filloj me parashikimin e 12 zodiakale, unë do të hedh një sy që të kuptoni se ndikimet që kanë të bëjnë, çështjet planetare dhe këndet që bëjnë. E fillojmë me datën 26. Data 26 janar kemi Neptunin që ndodhet në Dash deri në vitin 2039, duke sinjalizuar një zhvendosje kolektive drejt ndryshimeve të mëdha. Lëvizje të reja, veprime impulsive, lirinë e shprehjes. Neptuni në Dash mund të frymëzojë shumë gjëra dhe lëvizje, por gjithashtu mund të ketë edhe një ndikim shumë të madh në anën tjetër. Kjo përket shumë me Neptunin në Dash, po të flasim domethënë që një histori që është shoqëruar me luftën civile amerikane nga viti 1861 deri në vitin 1865. Kjo do thot ndikimi dhe mënyra se si ka ndodhur gjërat. Po të mendoni pak, të shikoni se si funksionon nga ajo kohë dhe ky vit 2026. Duke gjithashtu që ndikon jashtë mase shenjat Dashi, Gaforia, Peshorja dhe Briciapi, ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Kemi datën 27 janar. Data 27 janar kemi Marsin që formon një trekëndësh me Plutonin në ujor, një kënd shumë i fuqishëm që varet edhe nga mënyra se si e menaxhojmë edhe kemi rezultatet përkatëse. Ky kënd shumë pozitiv na jep motivin për të ecur përpara, për çdo qëllim që kemi dhe na jep dëshirën për lidhje të reja dhe mundësi afatgjat në kohë dhe në punë. Por të jemi të gatshëm për të qenë të pavarur dhe për të marrë përgjegjësi. Këndet që janë në ndikime janë të shumta dhe tregojnë disa çështje që në lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshimin, lidhjet me vendimet, lidhjet me takimet që bëhen të njëpasnjëshme. Këtu kërkohet edhe pak si vëmendje. Kemi datën 28. Data 28 do thotë një ndikim, një kënd që zgjat disa ditë. Është veçanërisht i fortë, veçanërisht nëse instinkti jon kontrollon gjërat që duhen të realizohen. Dhe kjo ndikohet shumë pozitivisht të shenjës Demi, Luani, Akrepi, Ujori të 10 ditët parë, ose ata me datindje në 5 ditët e para, kryesisht ata që kanë ascendente në këto planete dhe ndikimet që ata kanë. Kemi datën 29. Data 29 janar. Mërkuri nga Ujori që formon një kënd shumë të rëndësishëm me Afroditën. Ky është një kënd shumë pozitiv për komunikimin, kontaktet tona, shprehjet, ndjenjat, këndet të dobishme për diskutime dhe jo vetëm. Kjo ka të bëjë shumë për udhëtimet dhe dokumentacione, për keni në diasporë, keni pasur probleme pasurie, keni pasur probleme nga më të ndryshmet. Duket se shenjat Ujori, Peshorja, Binjakët të 10 ditët të dytë, ose ata që kanë diellin ose ascendente në këto shenja, që kjo do të thotë një ndikim mjaft i mirë, një ndikim që është mjaft favorizues për sa i përket çështjeve madhore dhe për sa i përket asaj çka është dhe asaj çka duhet dhe rregulluar. Kemi gjithashtu datën 1 shkurt. Një muaj të mbar dhe ka për qenë i mbar se s'bën për një mijë arsye. Sepse muaji fillon me një hën në Luan, me një trekëndësh me Neptunin dhe kundërshtim me Marsin në njëran anë. Ekziston frymëzim, idealizim, mundësi, besim dhe shumë gjëra të tjera që do të jenë në anën tonë. Kontrata të rëndësishme dhe takime ideale. Nga ana tjetër, kundërshtimi i Marsit që sjell disa reagime sepse lidhet shumë me konkurrencën në çështjet e të drejtave dhe gjërat e tjera që do të diktojnë. Praktikisht favorizimi dhe çështjet e tjera që do të qellojmë ose do shikoni sepse në një moment qellon që një punë e nis
por e shikon gjatë rrugtimit se sa e qartë është dhe ajo çka ne duhet të bëjmë në anën tjetër. Dhe kjo është realizim, sepse ka të bëjnë shumë dinjiteti, ka të bëjnë shumë puna, ka të bëjnë shumë vendimet, ndryshimet, dhe do të kemi kujdes në pas dite nga ora 12 deri në orën 17, sepse kemi një ndikim këtu në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë shenjat Demi, Luani, Akrepi dhe Ujorit e ditëshit parë, pa kujdes nga çështjet që ndodhin, nga çështjet që kanë të bëjnë me punën, me kuptimin e plotë të gjërave, por gjithashtu është dhe koha, periudha, momenti i ndryshimeve të mëdha dhe i kohës. Por gjithashtu ka të bëjnë dhe me takime dhe me vendime që mund të marrim, sepse ndikohemi shumë. Data 1, ku jemi një ditë para hënës plot, ku ndikohet, sepse do jetë të nesërmen, pra të datës 2 në mëngjes hëna e plot, por ndikohen 3 ditë, e kemi thënë dhe themi më të madhe, 3 ditë plus, 3 ditë minus, pra 3 ditë para, 3 ditë pas, që fillon që me datën 30, pra 30 është 1-1, edhe me datën 2 që është hëna e plot. Por gjithsesi, ajo çka do të diskutoj, kujdesi që duhet bëjmë, sepse nuk diskutohet, mund kemi edhe disa çështje që rregullohen në ndikime të tilla, por gjithsesi periudhat ose momentet që mund kemi në raste të tilla dhe momenti e kësaj jave, që është një javë që vërtet ndikon me shumë gjëra në lidhje me çështjet, në lidhje me marrjen e vendimeve të rëndësishme, por gjithmonë jemi të gatshëm për sa përket çështjeve e ndryshimeve të mëdha në lidhje me takime, në lidhje me ndryshime të çështjeve të punës, por gjithashtu është një diçka e re që loz në lidhje me takimet e anës ekonomike, sepse ka një ndikim mjaft të mirë kjo, por duhet pasur kujdes në disa çështje që lidhet mjaft mirë me lidhjet ekonomike financiare, dhe një takim që mund të bëni është ndikimi më i mirë për sa i përket çështjeve të punës aktuale, për çështjet që kanë bëjnë me gjëra të rëndësishme, periudha që ndodhin, por jo vetëm. Megjithatë, edhe pse ka të bëjnë me një takim mjaft vërtet ndikues, vërtet për ndryshime të mëdha që kanë të bëjnë, sepse kur kemi ndikimin e hënës, kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi edhe kohën e duhur për sa përket nisma të reja. Megjithatë, kjo ka një gjë mes asaj që është realizueshme dhe asaj që është e vështirë për marrje vendimesh të rëndësishme, por gjithsesi kujdesi duhet dhe kërkohet. Në lidhje me një udhëtim që mund të bëni, udhëtime të rëndësishme për sa përket kësaj jave, është mirë që të ditën e hënë, ditën e martë, janë ditë shumë të mira për të biseduar dhe për të parë çfarë do të bëni në vazhdimsi, sepse muaji i shkurt vërtet është i shkurtër, por është shumë i gjatë në gjëra që do sjelli dhe koha e duhur për të menaxhuar ato që neve kërkojmë, si në punë, si në rol drejtues apo dhe në gjërat e tjera familjare apo të kësaj natyre. Në çështjet që kanë bëjnë me çështjet e financave, është një javë mjaft e mirë, sepse merrni vendime të rëndësishme dhe këto janë vendimet që kanë histori, këto janë vendimet që kanë mundësi dhe ndryshimi i madh që vjen gjatë kësaj periudhe. Megjithatë, edhe pse keni pasur disa probleme, janë probleme kalimtare, janë probleme që vërtet kanë një zgjidhjen e duhur në anën tuaj, por ka dhe një diçka mjaft të madhe për sa përket punës aktuale, për sa përket asaj çka jam, çka dua, çka kam të bëj, të realizoj me sa gjithçkaje që mund të jetë, por gjithashtu është dhe momenti dhe koha e artë për sa përket çështjeve të punës, për sa përket asaj çka jemi dhe ku do të shkojmë. Shumë shenja që do të kenë në këtë javë përfitime shenjat e zjarrit, do kenë dhe shenjat e ajrit, ku kanë dhe mundësi për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike, zgjedhjen e duhur në atë çka do të jeni shumë të përqendruar në të drejtën tuaj dhe disa sekrete që mund të dalin këtë javë, por është në favorin tuaj, sepse jo në problematika, ose ka të bëjnë në lidhje me disa dokumenta që juve mund të keni pritur prej shumë kohësh dhe vjen dhe momenti i duhur për sa përket zgjidhjeve dhe çështjeve konfliktuale që mund të keni pasur, mund të zgjidhen pikërisht tani në këtë periudhë. Megjithatë, duket se një blerje që mund bëjnë të shenjës së virgjëreshës, e kanë virgjëreshat këtë shenjat e tokës, një mundësi të artë në këtë aspekt dhe pse jo mund ta zgjidhin pikërisht ditën e ite dhe ditën e premte, mbasdite.
Para se të filloj tani me parashkimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj, numër për katës të blerjes, pastaj shkoni tek sekretaria, atje mund dërgoni emailin tuaj dhe pastaj të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype'it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe doni të dërgoni mesazh, atëherë si dërgohet mesazhi? Pikërisht keni këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin në kohën që keni bërë këto hapa, pra që unë sapo thash. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e ndryshimeve, e ndikimeve, e mundësive të arta, që do të thotë shenja e dashit. Përsa përket shenjës së dashit, meqenëse dashi duket se këtë periudhë tani për tani kemi disa momente, janë momentet më të mira, janë momentet më pozitive në atë çka janë, në atë çka ndodh dhe realizohet. Vërtet është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv, sepse ka të bëjë me anën pozitive të planeteve, të periudhës kur ndodhin fenomenet, sepse duke pasur parasysh edhe disa ndryshime që mund keni ose disa çështje pak a shumë mund të jenë në lidhje me anën e komunikimit dhe bisedave që mund të bëni, sepse bisedat lidhen shumë me punën, lidhen shumë me karrierën tuaj. Dhjediçi i dytë është pak indikuar në këtë moment dhe kështu që sado që të ndikoheni, sado që rezulton disi ana ekonomike që mund keni në anën tuaj, por do keni një mundësi shumë të artë në lidhje me takimet, lidhje me bisedime të rëndësishme, nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim për arsye të punës suaj, sepse keni disa mundësi të arta, ku koha ka treguar që veni me shumë fat në këtë aspekt, dhe di që par ka pas shumë probleme në të shkuarën, por ka ditë të menaxhoj çështjet dhe t'ja arrisi qëllimin të vet. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, dhjediçi i dytë, një ndarje që ka pasur në fund të shtatorit, fillimit tetorit, duke se nga tani e tutje, gjërat do zgjidhen dhe ajo që është më kryesorja duket se ka të bëjnë me peshoret e dhjediçit parë, pra me Virgjëresht që ka pasur problemin dhe ka zgjidhur, por gjithashtu edhe me ujor dhe me gafore. E përgjithshmja do të thotë që edhe keni pasur edhe disa çështje që nuk janë zgjidhur ose juve që jeni në diasporë dhe doni që të nisni diçka të re ose të bëni një lëvizje, e presupozojmë jeni në Gjermani dhe doni të shkoni në një vend tjetër. Dhe kjo do të thotë që është edhe koha më e mirë e mundshme për të bërë zgjidhjen e duhur në anën tuaj, për të bërë zgjidhjen e duhur në çështjet e punës dhe në çështjet të karrierës. Kjo do të thotë që vërtet i keni të gjitha mundësitë për të bërë atë zgjidhje që juve keni, por zgjidhjen që do të bëni ose lëvizjet që doni të bëni apo një blerje do ishte perfektja nëse keni mundësinë, them unë gjithmonë, e bëni nëpërmjet nga e mërkura e njëjtja, pra në këto data, këto ditë e mërkura e njëjtë e shtunë e diel janë ditë të mira për të bërë zgjedhjen e duhur në atë që juve kërkoni. Ngadonjëherë kemi pasur edhe shumë mundësira ose ndryshime që keni pasur në lidhje e punës, në lidhje të ndryshimet, sepse lëvizje nga puna dashi i dhjediçit të dytë, po e ka pasur edhe si problem në këtë aspekt. Por kjo nuk do të thotë që është problem, nuk do të thotë që ka diçka që nuk shkon. Shkon që ç'ke me të, por në anën tjetër është një moment shumë i mirë e tepër pozitiv. Në dokumenta, aplikime, mundësi që juve keni, duket se mesi i javës është mjaft i mirë për juve, ose do merrni një lajm shumë të rëndësishëm që keni për dokumentat ose lidhje të largëta, dokumentacioni që është koha, është momenti dhe tepër pozitiv në anën tjetër të punës suaj, të karrierës suaj, sepse me sa duket juve keni lindur për karrierë dhe kjo do t'ju bëjë që të ndiheni mirë, do merrni një lajm shumë të mirë në këtë drejtim, në çështjet e punës, në çështjet të anës ekonomike financiare dhe në lidhje me biznesin. Por gjithashtu, mos mu shqetësoni fare se ka të bëjnë shumë
edhe me disa çështje pune. Tani për tani janë gjëra që do të vinë vetvetiu në anën tuaj dhe në karrierën tuaj, meqense ka të bëjnë edhe me disa bisedime, të janë bisedime të rëndësishme për punën, janë bisedime të rëndësishme për karrierën, edhe disa gjëra që vërtet kanë qenë problem dikur, ose prisni për i dokument për marrjen e një biznesi dhe nuk e keni marr akoma sepse ka pasur probleme lëvizjeje, kjo flas për dokumentacionet. Pra, lidhje me dokumentat, po është kjo javë mjaft e mirë, prandaj bini pas, mos e lini pas dore, sepse shumë gjëra do të ndryshojnë në fushën, në jetën tuaj dhe në lidhje me karrierën. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë shumë të rëndësishme, që lidhet shumë me anën e karrierës, lidhet shumë me vendimet që merren dhe periudhën kur ndodhin fenomenet që këto janë të shenjës së demit. Primet e kësaj shenje duket se ka të bëjnë me ndikimet më të mëdha që ka të bëjnë dhe mundësi që jepen në anën tuaj, ka një diçka, sepse demi gjithmonë mundohet shumë për të arritur finish, mundohet shumë për të arritur qëllimit dhe kohës, por duke pasur parasysh ajo çka ndodh, ajo çka është më së sigurta në anën e biznesit, në lidhje me karrierën, por gjithashtu ka dhe diçka shumë të rëndësishme në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë të largëta. Keni pasur një çështje ligjore ose çështje dokumentacioni, kjo javë është shumë e rëndësishme dhe mund ta zgjidhni gjë të tillë dhe koha ka treguar që juve jeni me shumë fat në këtë drejtim. Dhe kjo periudhë është e juaja dhe përsa përket asaj çështjeje që keni pasur probleme në të kaluarën, edhe duket se 10 ditë i parë është shumë i favorizuar në këtë drejtim, edhe pse keni pasur probleme, edhe pse nga njëra anë mund keni pasur mundësinë për zgjidhur disa probleme, por janë të pazgjidhshme, por vjen tani momenti dhe koha e duhur përsa i përket çështjeve, përsa i përket çështjeve të karrierës, po edhe një moment tjetër që është momenti dhe periudha, në lidhje me periudha të ndryshme që mund të keni, në kohën e duhur që mund të rregulloni, mund të stabilizoni, por është edhe momenti i duhur, sepse tani për tani është një moment që juve e keni dhe mund ta shfrytëzoni për të mirën tuaj në lidhje me kohën dhe me momentin juaj që do t'u jepet, sepse diçka e madhe ndodh tek shenjës së demit, sepse me marrjen e një kredie lidhet shumë me kreditime, dhe kjo do të thotë që është një mundësi e mirë, është një mundësi, një moment mjaft i mirë dhe një kohë e përshtatshme në fushën e karrierës, në fushën e biznesit dhe në fusha të tjera që do të diktojnë, do të ndikojnë. Në lidhje me punën aktuale do keni ndryshime, po këta ndryshime për të mirën tuaj, dhe kjo lidhet shumë edhe me periudhat kur ndodhin gjëra, sepse nga njëra anë juve keni momentin e duhur, sepse gjëra do jenë ndryshe nga që mendoni, ndryshe nga që veproni, dhe koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë drejtim, dhe momenti i duhur në kohën e duhur. Gjithçka shkon baj, gjithçka arrihet fal zgjuarësisë dhe maturisë suaj, sidomos 10 ditë i dytë i shenjës së demit ka një mundësi tani që mund ta zgjidhë problemin që mund të ketë pasur, ose disa çështje shumë të mëdha që do thotë në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshime të mëdha që vijnë nga ana juaj, prandaj nuk ka vend për të shqetësuar. Kurse 10 ditë i tretë i shenjës së demit do lidhet shumë me punët aktuale që ka, edhe me një lëvizje nga një qytet tjetër, nga një shtet në një shtet tjetër, është mundësia që të ndodhi një gjë e tillë. Megjithatë, tani për tani nuk ka vend për të shqetësuar, sepse juve gjithmonë keni qenë dhe mbeteni në një kontekst me atë çka do bëni tani dhe në gjërat që do të keni që të jenë të njëjtat përsa përket punës aktuale, sepse në lidhje me punën vërtet i keni mundësitë, vërtet doni që të realizoni, por 10 ditë i dytë është mjaft i dhënë mbas këtyre gjërave dhe nuk i lë mbas dore ose të harruara. Kurse 10 ditë i tretë që merret me pasuritë paluajtshme, mund të ketë pasur një problem ose një dokument që nuk e ka marrë akoma dhe e pret për ta marrë. Është koha dhe momenti i duhur për ta marrë gjë të tillë, sepse kjo periudhë është mjaft e mirë dhe shumë pozitive për të parë në vazhdimsi se çfarë ndodh dhe ku arrihen gjërat. Është një moment mjaft i mirë, është një moment tepër pozitiv, sepse duke pasur parasysh edhe periudhën, por edhe kohën në lidhje me takimet, lidhje me punën, lidhje me çështjet madhore, ka të bëjnë në këtë drejtim, sepse gjithçka është e mbar, gjithçka arrihet fal garancisë, fal suksesit tuaj përsa përket punës suaj, përsa përket gjërave të mëdha që do të keni. Në çështjet që kanë të bëjnë
me anën shpirtërore të 30 diqet të shenjës së demit ka një mundësi plus në lidhje me disa takime. Këto janë takime të papritura, që kanë një lidhje shumë pozitive, dhe duke pasur parasysh edhe periudhën që ndodhin fenomenet në dashuri, për shembull ke një njohje e lidhje serioze, duke se është një moment, por në anën e plot që do të ndikoj dhe shumë shpejt do kemi edhe mundësira, por ndikon 3 ditë para, 3 ditë pas, të datës 2, por ne flasim dhe me datën 1, por ka një ndikim që lidhet shumë me çështjet e rritjes së ndryshimeve të mëdha këto kohës, të momentit, të periudhës, të vendimeve që merren, por gjithashtu edhe një moment mjaft i mirë kyç në ekonomi. Ajo që do të thotë në fushën e ekonomisë, edhe pse me lidhje me bizneset është diçka shumë e mirë për të 30 diqet, por ka dhe diçka tjetër e shumë pozitive në lidhje me një dashuri e munguar që mund të keni pasur me ujor të 10 diqit të parë. Kjo ndikohet shumë me ujor të 10 diqit të parë, pra dem ujor, dem akrep, dem luan, është diçka mjaft e madhe dhe mund shkojë deri në martesë, sepse e kanë dhe mundësinë. Nuk është puna se çfarë këta duan, por është ajo çka kërkojnë dhe dëshirojnë. Gjithashtu është një mundësi shumë e mirë tani që të stabilizojnë çështjet shpirtërore. Prandaj keni kujdes nga ana e dashurisë, mos e shkatërroni ose mundoni që të jeni sa më korrekt me këtë gjë, sepse ka për t'ja vlejtur në çështjet e dashurisë dhe lidhjet afatgjatë që kanë të bëjnë pra në këto shenja. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që do zbuloj shumë gjëra gjatë kësaj jave, por edhe çështjet e tjera të lëna pezull, duket se i arrin qëllimit, duket se e kanë mundësinë e zgjidhjes së problemeve të ndryshme që ata kanë, por dhe një moment mjaft i mirë dhe shumë pozitiv mbi ndryshimin, takimin dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme, që këta janë të shenjës së binjakëve. Për sa përket binjakëve, binjakët duket se tani për tani, edhe pse ka vend për të rregulluar, por një kujdes do ta bëni tani e tutje ku gjërat mund të mos jenë ashtu siç e prisni, mos jenë ashtu siç juve mund keni pasur probleme, mund keni pasur gjëra nga më të ndryshmet, po vjen momenti, vjen koha, vjen gjëra që mund të keni në ndryshime të mëdha që do të vinë në fushën e karrierës, por gjithmonë binjakët kanë një mundësi, në këtë periudhë janë pak a shumë të menduar shumë për të nisur diçka, janë si punë e gaforeve binjakët në këtë javë, sepse kanë tjetër ndikim në fakt, por megjithatë duket se është një kujdes i veçantë që do të bëjnë të kësaj shenje binjakët, sepse do t'ju duhet të firmosin një dokument që jo me që ta firmosin në anën e tyre, por nganjëherë është si tip në thonjza detyrimi për të firmosur, që të marrin një dokument tjetër ose një letër ose diçka kësaj natyre, por unë do të thosha që nuk ka vend për të shqetësuar këtu, sepse do zgjenet një zgjidhje mes asaj që është e realizueshme dhe mes asaj që është e ndikueshme. Por në rastin tuaj është një mundësi shumë e mirë, nëse do t'ju duhet që juve ta firmosni, do mos mund të keni diçka jo letër, por diçka që është e prekshme, pra që mos dini ose të dini deficit me pak fjalë për një blerje që mund të bëhet. Pra këtu është ajo firmosja që unë po ju them. Por për këtë e ka pak të ndikuar dhjediçi i parë i shenjës së binjakëve. Dhjediçi i dytë, edhe pse do merret shumë me anën ekonomike financiare, do merret shumë me ndryshime që do të ketë ligjore, një çështje penale ka pasur problem para një muaji, e zgjidh pikërisht tani, edhe ka mundësinë për të ecur përpara. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore apo në lidhje me udhëtimet që ka bënë dhjediçi i tretë, udhëtimet, çështje shpirtërore kanë mundësinë për të bërë zgjidhjen e duhur në momentin e duhur, sepse është një mundësi mjaft e mirë, është një mundësi që tani për tani mund të duket e vështirë, por jo e paarritshme. Mundësitë janë të mëdha dhe u them me bindje të plotë që keni për të fituar në këtë drejtim, sado që të tjerët flasin ose mund të keni gjëra të mira, por në anën tjetër janë shumë të lodhshëm.
për nismat e tuaj, është e lodhshme për arsye të punës, për kohë zgjatje në punë, por vjen një moment që juve do gëzoheni, sepse ajo lodhje ka për t'ia vlejtur. Në lidhje me punën tuaj, një burim të ardhurash është më së mundur të ndodhi dhe kjo ndodh pikërisht në këtë javë për nismat dhe gjërat që do të keni, sepse kjo periudhë është periudha ku do të shikoni dhe vetë të ndikojeni pozitivisht në punën tuaj, pozitivisht në atë që do të keni dhe periudha të tjera që do të pasojnë më tej, ku gjërat do jenë shumë më të lehta nga çuve e mendoni. Në anën tjetër, të tre shenjat në ndikimet që kanë bënë juve në dashuri keni me akrep, e keni me virgjëresht dhe ujor. Pra tre shenja shumë të rëndësishme ku do lidhet jeta juaj, por mos harrojmë sepse me shikjetarët e 10 ditësh të parë keni diçka shumë të rëndësishme për vazhdimsinë dhe kohën e duhur në atë çka ju doni të bëni. Prandaj bini pas sepse disa fjalë që do dëgjoni shumë fjalë këtë periudhë, por këto janë fjalë në ajër dhe unë mund të thosha që mos i vini re se çfarë flitet, por çfarë keni përballë mund të shikoni dhe mund t'ja arrisni qëllimit tuaj në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me disa ndryshime të mëdha, me disa çështje financiare, ekonomike, me disa çështje që koha tregon që jeni me fat në këtë aspekt, sepse çdo gjë që lidhet këtë javë shkon deri në martesë. Keni pasur probleme, debate, ndarje, ku di unë, në shenja të tjera, është shumë mirë që juve t'i besoni instiktit tuaj, t'i besoni njeriu që keni përballë dhe kjo do të thotë një ndikim mjaft i mirë dhe shumë pozitiv për sa përket kësaj shenje, pra shenjës së binjakëve. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që ka bërë bujë në shumë të raste, por dhe tani vjen momenti i shkoqitjes, i ndarjes së gjërave të mëdha që kanë bërë në fushën e punës, kanë bërë në karrierë, kanë bërë i shumë gjëra, dhe ato që do të i realizon, dhe ato që nuk i duan i heq një herë mirë, sepse ndikimi më i madh dhe mundësia është pikërisht tani që këta janë të shenjës gafores. Për sa përket gaforeve, gaforet, guvernatori juaj dashur Gafore, duket se kemi një ndikim shumë të mirë, kemi një hënë të plotë që do të ndikojë shumë në datën 2, por kjo ka indikim plus minus 3 ditë parë, 3 ditë pas që ndikohen shenjat me radhë. Por në anën tjetër është momenti, është koha, është ajo çka do të diktoj, do të ndikojë në anën tuaj. Dhe mund t'ja them me bindjen plot që lidhjet që kanë të bëjnë, momentet që juve keni dhe koha e duhur për sa përket zhvillimeve, është një moment mjaft i mirë tani, është një moment që kërkon pak vëmendje për sa përket 10 ditësh të parë të shenjës së gafores. Nëse do të firmosni një dokument ose diçka, do ishte mirë ta firmosni ditën e martës ose ditën e njëjtë, ku janë 2 ditë shumë të rëndësishme për sa përket juve të kësaj shenje, edhe pse disa momente kanë qenë shumë të vështira për arsyeën e punës suaj, për arsyeën e karrierës më tepër, sepse ka pasur shumë gjëra që nuk kanë qenë ashtu siç pritet, me të drejtën tuaj gjënëm, por juve e gjini këtë të drejtë dhe shumë shpejt madje do vinë momenti, koha ku do t'i zgjidhni këto probleme dhe nuk do keni asnjë problem në vazhdimsi, sepse është momenti juaj, është koha juaj më e mirë për anën ekonomike financiare, për punën, për ndryshime që do të keni tani tutje, periudha që ndodhin gjërat në kohë reale, edhe pastaj ka një ndikim mjaft të mirë, sepse supozohet që anë ekonomike financiare, periudha ku ndikojnë dhe diçi 2 dhe i 3 është në kohën më të mirë të mundshme, edhe do të shikoni se shumë gjëra do të ndryshojnë në këtë fushë dhe keni mundësinë për gjërat e juaja që të realizohen ashtu siç juve dëshironi. Por megjithatë, kjo periudhë nuk është një periudhë problematike, por është një periudhë mjaft e mirë dhe keni kohën tuaj, keni momentin tuaj për sa përket ekonomisë dhe stabilizimit të saj. Në 10 ditë që i tret, edhe pse do ketë një lëvizje nga puna të shenjës së gafores, lëvizje juve keni në rol drejtuese ose keni punoni në një vend, në një zyrë ose në një nën punës, ku di unë, punë shtetërore, do ketë lëvizje. Por këto lëvizje janë lëvizje kalimtare dhe jo problematike. Megjithatë, është dhe momenti, është dhe mundësia më e mirë, më korrekte nga ana juaj edhe nga pozicionimi i planeteve. Por megjithatë, ky moment është momenti që juve keni dhe si mundësi, keni dhe si ndryshim, keni dhe si takim që do të keni tani e tutje, është momenti
që do të shikoni gjëra të ndodhin, do të shikoni gjëra që të realizohen në anën e punës suaj, në anën e karrierës suaj, në anën e ndryshimeve të mëdha që juve keni, që kjo është një periudhë që do të keni mundësinë e ndryshimit, do të keni mundësinë e rregullimit të gjërave të juaja, por prandaj mos më shqetësoni fare, prandaj i keni të gjitha mundësitë për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës suaj, dhe ky është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Në anën tjetër, duket se dhjetëdiqi i tretë i shenjës së gaforres duket se ka të bëjë shumë mbas datës 1, pra në datën 2 e tutje deri në datën 11, por në datën 2 që është hëna e plot, periudhë që gaforre do keni një mundësi shumë të mirë për sa përket zgjidhjes së problematikave të ndryshme. Mund keni pasur gjëra që nuk janë zgjidhur për një arsye apo për tjetrën. Një çështje ligjore, mos më shqetësoni pse do shtyhet. Shtyrjet janë për të mirën tuaj dhe kjo do e shikoni edhe vetë dhe do më kujtoni sepse ka diçka shumë të madhe dhe tepër ndikuese dhe favorizuese për sa përket gjërave të juaja, për sa përket punës dhe çështjeve madhore që ka të bëjnë. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet afatgjat për sa përket gaforeve duket se është me britsjap të 10 diqit të parë, me dash të 10 diqit të tretë, por edhe me peshore. Me peshore zakonisht bëjnë dje. Me peshore do të keni një bashkim familjar, juve që jeni në Angli, për shembull, jeni në Zvicër, jeni në Gjermani, a ku diun, sa natyre, është momenti më i mirë i mundshëm për dokumente, për bisedime, sepse e prisni gjë të tillë dhe kjo është më se e mundshme për të zgjidhur dhe koha tregon që ju jeni me fat në këtë aspekt dhe keni dhe si mundësi dhe si rëndësi që i jepni gjërave për sa përket stabilizimit tuaj në këtë drejtim dhe si jepni dhe gjërave piksynim për sa përket i bëni vetes suaj për të arritur qëllimin tuaj. Prandaj mirë është që disa biseda që do dëgjoni ditën e mërkurë dhe ditën e premte, shumë zoni me zero, nuk ka lidhje fare, të do të dëgjoni, sepse planetet janë ata që japin udhëzime për kasë, sepse hëna në një kënd që bën me Jupiterin dhe me Neptunin, u jep këto gjoja sikur do e keni ju fajin për i çështje pune që kanë ndodhur. Jo, do dali vetë sekreti dhe problemet do zgjidhen, sepse nuk është faji juaj, por do dalë diçka që është në një moment tjetër e diçka tjetër që ka ndikuar jo juve drejt për së drejti. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që kërkon, një shenjë që vepron, vendos në kohën e duhur, në anën ekonomike, financiare mjaft pozitive dhe jo vetëm, që këta janë të shenjës së luanëve. Luanë e dashur, duket se tani në këtë periudhë keni disa mundësi. Po çfarë? Mundësit janë 10 ditë që parë lidhe shumë me anën ekonomike. Po, në lidhje me ekonominë, në lidhje me dashurinë, por me një pasuri të paluajtshme, ku do bëni objekt bisede, sepse disa gjëra mund mos jenë ashtu siç juve i prisni, edhe ose do jepni kapar. Por këtë kaparën që ta merrni, do ishte mirë që ta rishikoni një herë, sepse e drejta është e juaja, por një harë kohor që juve keni lënë, do ishte mirë që ta ribisedoni në atë kohë që juve e keni dhënë që ta merrni mbrapa. Dhe kjo po është e mundur për të realizuar, nuk e diskutoj, që është më së e sigurt në atë që bëhet, dhe momenti që juve keni tani e tutje në çështje që kanë të bëjnë. Dhjetëdiqi i dytë që do ketë një udhëtim tani, një udhëtim të gjatë do thosha unë, por kjo ka të bëjnë dhe me takimet një pasnjërshme që do të keni, sepse ka të bëjnë dhe me para në mes, për blerje, për shitje, për çështje që vërtet është diçka shumë e mirë për juve të kësaj shenje, sepse përfitoni në këtë drejtim. Megjithatë, duhet të shikoni gjërat në detaje, mos u shqetësoni për gjëra që nuk ja vlejnë, ose më saktë keni pasur gjëra të tjera me një mënyrë apo për tjetrën, mund të mërziteni, por unë do të thosha që nuk ka vend për të mërzitur, por për të gëzuar në anën tjetër të çështjeve që keni mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjidhjen e duhur në anën tuaj. Në çështje që kanë të bëjnë me çështje vendimtare që mund të merrni, tani e tutje është një kohë përcaktuese në lidhje me ekonominë, në lidhje me gjëra të tjera
që do të pasojnë në një pas njëshme, ku është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv, se luanët gjykojnë, luanët janë shenja më perfektja, ose më saktë më idealja që ndonjëherë në lidhje me ato çfarë kërkon. Por dhjediçi i tretë është pak më i qetë, por më i dashur në anën e çështjeve që lidhen me punën e tyre në role drejtuese. Do thoni dhjediçi i parë i dytë çfarë, nuk është i dashur, more është që me të, por është më stabilizuar dhe më kërkues në gjëra që do të bëhen në fushën e biznesit. Do vi një moment që juve të kësaj shenje, sidomos kjo javë është javë shumë e mirë për luanët, nëse do më thoshit kush do ishte shenja më perfekte që mund të ketë shanse të mëdha, po luanë nuk e diskutojnë, nuk e dyshim, ku janë në anën e tyre, janë në momentin më të mirë të mundshëm. Dhe kjo i bën ata që janë të jenë shumë korrekt me punën, shumë korrekt me vendimet që marrin, edhe periudhën ku ndodhin fenomenet. Në dashuria duket se kanë të bëjnë me ujor të dhjediçit parë, të 30 diqët, kanë të bëjnë me akrep të dhjediçit të dytë, kanë të bëjnë me dem sidomos ato që të grinden, janë grindje dashurie, jo grindje problematike. Sepse është një moment, është një mundësi që tani për shembull, mund të shikojnë që diçka nuk shkon, ose çfarë duhet të bëj që të eci përpara, çfarë duhet të bëj që të përfitoj me të drejtën time në fushën e dashurisë, sepse shumë fjalë flasin ku nuk janë të vërteta, shumë fjalë flasin që nuk ka lidhje me realitetin. Atëherë mund ta them me bindje të plotë që mos i dëgjoni çfarë flasin, këtu të futen këtë të dalin dhe jeni në rregull juve me personin që jeni përballë, me personin, me njeriu tuaj të zemrës, ku gjërat do jenë krejt ndryshe dhe favorizimet nuk do t'ju mungojnë. Në këtë javë përgatituni se janë gjëra shumë pozitive. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft pozitive, tek një shenjë toke ku gjërat janë krejt ndryshe dhe situata është nën kontroll në ekonomi, që janë Virgjëresha. Përsa për këtë Virgjëreshave të duket se tani në këtë periudhë kanë disa mundësi, ka mundësi nga më të mira, do të thoshon, se edhe për punën, edhe për karrierën, edhe për gjëra që do të kenë, sepse tani për tani momentet janë ata që të bëjnë të ndjeni mirë me veten tuaj, të ndjeni mirë me atë çka jeni, me atë çka keni, dhe gjithashtu është një periudhë mjaft dominuese në fushën e karrierës, dominuese në atë çka juve doni të përçoni ose doni që të rregulloni. Rregullat që juve keni dhe mundësitë që juve ju jepen është mundësia më e mirë e mundshme dhe koha që përcakton anën ekonomike juve të dhjediçit të parë, ku është në momenti dhe koha e duhur për stabilizimin dhe korrektësinë tuaj. Virgjëreshat janë shumë korrekte, kjo javë janë shumë e mirë për juve, sepse nisni një rrugtim të ri drejt së njohurs, jo të panjohurs, dhe dini shumë mirë. Do të bëhet një ofertë, me këtë ofertë do të keni pak kujdes të dhjediçit të dytë, sepse mund të mos jetë ajo çka juve shikoni, dhe mirë do ishte para se të firmosni, kujdes me germat e imta, se këtu prishin disa ekuilibra ose disa gjëra që nuk janë dhe diçka që mund themi çfarë mund të ketë ndodhur ose probleme të kësaj natyre, por unë do thosha që tani për tani koha tregon që juve jeni me fat, koha tregon që juve dini shumë mirë çfarë do të bëni dhe ku do të shkoni. Mundësitë më të mira, periudha që ndodhin këto fenomene apo momentet që juve keni, është një kohë shumë e mirë dinamike në ekonomi dhe në vazhdimsi. Në vazhdimsi do të thotë që një Virgjëresha dhjediçit të tretë për shembull, që ka një udhëtim për në Itali dhe kanë ndikime më të madh ku të ishin të punësuar ose janë në pritje për një punë të re. Janë Virgjëreshat, por ku mund të punësohen? Me jashtë, sidomos me Zvicrën, për shembull me Austrinë, me njerëz do të dalin momenti, do shikoni dhe vetëm kujtoni. Me Gjermaninë gjithashtu, keni shumë shanse për në lidhje me dokumentacionet, është një kohë shumë e mirë dhe tepër pozitive, dhe shikoni do kujtoni, ku ka të bëjnë shumë me zgjidhjen, me kohën, me momentet e duhura, dhe do të them jo të themi me të thënë sepse duhet thënë, por me fakte. Dhe kjo do të thotë që tani për tani është momenti dhe koha. Prandaj bini pas, shikojeni, ose nëse prisni dokumente të tillë për punësime gjëra kësaj natyre, po është e mundur dhe këtë e ka Virgjëresha, se Virgjëresha gjithmonë di çfarë do, gjithmonë është në kërkim. Dhjediçi i parë, dhjediçi i tretë që kanë bëjnë me shitje, për shembull shit blerjet, gjëra kësaj natyre, mirë është që ta shikojnë në kohë, mos e shikojnë në moment, sepse momentet janë ata
që prishin disa ekuilibra, janë momente që ndryshe mendojnë, ndryshe gjykojnë, me të drejtën e tyre nuk është fajtyre, por është një moment tani, është një moment shumë korrekt nga ana juaj për sa i përket çështjeve që ka të bëjnë me dashurinë e munguar. Këtu do të thosha jeni pak fajtor. Po mirë, pse jemi fajtor, Jurgo? Sepse në lidhje me kohën që juve keni, nuk lini fare kohë për familjen apo për gjëra, sepse jeni merreni shumë me punë, juve jeni më perfekt në punën e botës se sa të tuaj janë, sepse jeni në rol drejtues, doni që të përfundoni gjithçka, pra të ktheheni tek ana tjetër e jetës. Shikojeni pak dhe jetën, sepse ajo është baza, pastaj shikoni të tjerat. Meqense juve jeni korrekte në lidhje me punën, jeni korrekt, prandaj dhe kjo ju bën pak a shumë që të nevrikoseni, të debatoni me të dashurin tuaj, sepse arsye e kohës ose arsye të disa gjërave, por megjithatë është dhe momenti më i mirë i musëm, sepse në anën ekonomike financiare do keni shanse shumë të mëdha dhe me punën tuaj dhe me lidhje me dashurinë. Një darje, keni pasur një darje para disa viteve, një vit pothuajse, apo 2 vjet, do të keni mundësinë e një ribashkimi të çuditshëm kë. Çfarë i çuditshëm? Sepse në të dyja palët keni dashurinë e munguar, në të dyja palët keni mundësinë që të shikoni, rishikoni se çfarë ka ndodhur më përpara, por gjithsesi të 30 diqet kanë lidhjen me peshk, kanë lidhje me shiketar, kanë lidhje me binjak, 30 diqet parë, por dhe me ujor 30 diqet e dytë, pse jo, kanë diçka shumë të rëndësishme dhe surpriza brenda kësaj jave. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri ku gjërat janë ndryshe në kuptimin e mirë të fjalës, ndryshe me ato çka kanë, me çka duan të arrijnë në lidhje me takime, lidhje me bisedime, lidhje me ndryshime, lidhje me mundësitë e arta, udhëtimet dhe ndryshimet që do të kenë në fushën e punës dhe blerje shtëpie, që këta janë të shenjës së peshores. Përsa përket peshoreve? Peshorët po, e kanë mundësinë e blerjes shtëpie nga kjo e fundit. Ka një moment kaq të mirë, peshorët dëshuan shumë nga tani e tutje, kam thënë dhe po të më thoshit që shenja më ideale do të ishte peshorja, dhe kjo është momenti dhe koha e duhur përsa përket gjërave që ata kanë, mundësi që ju jepen në kohën e duhur, sepse gjithmonë janë një hap para asaj çfarë ndodh, për shenjat ajrit gjithmonë ku ka shenjari që mos jetë e fuqizuar edhe në rregullat e saj. Është një moment shumë i mirë tani dhe koha ka treguar që është një favorizim shumë i mirë, është një favorizim në lidhje me karrierën, në lidhje me punën, në lidhje me ndryshime të mëdha që do keni tani tutje. Këto janë ndryshime shumë të mira, këto janë ndryshime që vërtet kanë mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjidhjen e duhur, si në çështjet më madhore ekonomike financiare, çështjet që do të shikoni që gradualisht rregullohen gjërat dhe është një moment që tani për tani nuk është se është koha problematike ose ka diçka që nuk shkon. Çdo gjë është e mbarë, çdo gjë arrihet fal suksesit tuaj, fal asaj çka juve jeni dhe keni, dhe një moment mjaft i mirë që do keni dhe diçi i parë i shenjës së peshores, ku disa bisedime në role drejtuese ose do shisni një firmë shumë të madhe ka dhe diçi dytë, blerje shtëpie ka dhe diçi parë. Në lidhje me firma që është dhe diçi dytë ka ndikime më të mira dhe shumë pozitive mbi stabilizimin, konkretizimin e gjërave të mëdha, e kohës së duhur për nisma të reja, momente të reja, dhe kjo periudhë është periudha shumë e mirë dhe tepër pozitive. Ka diçka shumë të madhe në anën pozitive, në anën e punës, në anën e karrierës, për karrierën sidomos. Është momenti, është koha e duhur, sepse stabilizon ekonominë, stabilizon gjëra të mëdha në fusha të ndryshme për sa përket anës ekonomike, për sa përket një momenti të duhur. Në qetësie, keni edhe në lidhje me qetësi, lidhje me stabilizime dhe ndryshime që mund të vinë tani e tutje, por edhe koha e duhur në lidhje me takimet që keni, takime fantastike për anën e punës, për anën e karrierës, për ndryshime, për vendime shumë të rëndësishme, dhe një moment kyç që mund keni tani e tutje. Kjo është periudha, është ajo koha juaj që juve do të zhvilloni anën ekonomike financiare. Keni dhe një moment shumë të mirë, sepse tani është koha, është periudha e duhur mbi stabilizimin financiar të diçi tret, që pret një dokument. Po e merr këtë dokument, huj takon dhe do të ketë një gëzim, a do jetë pasaport kjo?
në Gjermania, në Anglia, në Francë, diçka e tillë mundohet, peshorët shëndetarët i kanë këto shtete, në fakt shumë të që kanë, dhe është një mundësi shumë e mirë tani. Dhe kjo është një periudhë që vërtet ndikimet janë shumë të mira, janë tepër pozitive, sepse lidhen me punën aktuale, lidhen me ndryshimet që kanë bëjnë, me mundësi që jepen, koha e duhur për sa i përket gjërave që ata kanë, dhe kjo ka të bëjë shumë me vazhdimsi. Gjithmonë peshorët, jo se kanë pasur probleme ose kanë pasur diçka që nuk shkon. More gjërat që ata dinë shumë mirë t'i bëjnë dhe i realizojnë, por është në një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë që vërtet vazhdon dhe vendosin për jetën e tyre, për ekonominë dhe jo vetëm. Disa çështje që kanë bëjnë tani tutje, dhjetëdiqi i tretë duket se përfiton shumë nga një çështje ekonomike financiare, apo do marrë kredi për të bërë një blerje. Dhjetëdiqi i tretë, a do ketë një mundësi aty ku ndodhet të bëjë ndryshim nga një shtet tjetër, nga qytet tjetër, e ka mundësi që varet në individ pastaj ku ka ndodhur fenomeni ose kur fillojnë këto gjëra që të realizohen. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë shumë peshore dash, peshore gafore, por dhe peshore bricap. Peshore bricap është momenti më i mirë i mundshëm dhe koha e duhur mbi stabilizimet, mbi takimet që bëhen në anën më të mirë të mundshme dhe një periudhë shumë ideale e që ndonjëherë, sepse çdo gjë shkon aty ku duhet, çdo gjë arrihet fal suksesit, fal ndikimeve, fal mundësive që ju jepen, sepse është koha juaj dhe është momenti më i mirë i mundshëm. Edhe pse të tjerë mund të flasin, të tjerë mund të thonë, por juve jeni ata që arrini majat, juve jeni ata që dëshironi dhe e keni mundësinë. Të 30 diçët do më kujtoni, sepse e filloni shkurtin me pluse dhe jo minuse, në ekonomi, në stabilizime, në gjëra të mëdha, dokumentacione që i prisni me pat durim, është momenti, është koha më e mirë e mundshme, prandaj bini pas, mos lini pas dore. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek nga një shenjë ajri, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë uji ku zhvillimet, ndryshimet dhe disa prapaskena që ju janë bërë kësaj shenje, do dalin mbi sipërfaqe dhe shumë gjëra, që këta janë akrepët. Akrepët din të flasin. Akrepët din të realizojnë. Një nga momentet më kyçet, mund ta them unë, është diçka shumë e madhe, sepse vërtet akrepët kanë mundësinë dhe janë shumë të hapur me njerëzit, janë shumë korrekt me atë çka presin dhe kanë, dhe gjithashtu nëse do flasim mbi aftësinë e tyre, kanë një aftësi të jashtëzakonshme për sa përket punës së tyre. 10 ditë që parë nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim që do ketë ndryshim pune. Përgatitet për kohën që do keni tani e tutje. Dhe kjo do të thotë për akrepët, sepse akrepët janë një hap para dhe din mjaft mirë mbi çështjet e zhvillimet e reja që do kenë në anën e tyre. Një nga momentet kryesore kyçe që ata kanë është momenti i punës, i karrierës, i ndryshimit dhe i marrjeve vendime të rëndësishme. Pikërisht kjo periudhë, pikërisht ky moment i artë, mund ta themi, dhe periudha që ka të bëjnë me anën ekonomike financiare, ka të bëjnë me ndryshimin dhe vendimin, edhe shumë mundësi të tjera që do të kenë, do pasojmë më tej, ku momentet dhe koha e duhur që ndikon ndrit në atë që është, atë që duam dhe kërkojmë, dhe një mundësi shumë e mirë, sepse stabilizoni anën ekonomike financiare, stabilizoni jetën tuaj, stabilizoni mundësitë që ju jepen tani e tutje. Mbi çështje që kanë të bëjnë dhe ndryshimet të mëdha që vijnë tani e tutje me anën e financave, të 30 ditë që kanë të bëjnë shumë dhe mundet edhe të kenë disa probleme të vogla. Këto janë probleme kalimtare. Nuk janë probleme që, mund themi, që lidhen me diçka dhe nuk zgjidhen, apo dokumenta që kanë të bëjnë ata që ndodhen në Itali, ata që ndodhen në Francë, ata që ndodhen në Angli apo në Amerikë, diun, sepse akrepët e kanë këtë, është një mundësi shumë e mirë tani ku gjërat më kryesore, më pozitive dhe më realet është që vërtet kanë një mundësi shumë mirë këtë javë, duke pasur parasysh si kemi përballë hënën e plot datës 2, por gjithsesi deri më datën 1 që bëhet parashikimi, është një mundësi mjaft e mirë dhe mund ta them me bindje plot për sa i përket arsyes
së punës për sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë, momenti që vinë çështjet e punës suaj. Dhjetëdiçi i dytë që do merret me rolin drejtues ku do ketë debate. Këtu do të ndaloj pak, kurse si thash në fillim, pra paskena. Këto do të dalim sipërfaqe. Tek dhjetëdiçi i dytë. Dhe dhjetëdiçi i dytë ditë fali. Do ta kuptoj nga ka ardhur informacioni dhe do kuptoj arsyen pse e kanë thënë. Kjo është një gjë shumë e mirë, pozitive, reale në atë çka është dhe ndikimet më të mëdha që vijnë. Megjithatë, impulsiviteti, arsyeja, ekonomia, që lidhet shumë edhe periudhat që ndodhin fenomenet, i keni në dorë juve. Ata që folën, ata që e kishin ndërmend me folë dhe nuk arritën dot që ta thoshin gjithë që kishin kohën apo ndryshimin. Është momenti juaj, është koha më e mirë e mundshme tani, sepse zgjidhet një problem, arrihet një marrëveshje që është thënë, po të mbyllet këtu. Se nuk është për fajin tuaj. Është një çështje, do thuash është skandale. Skandaloze është për ata, jo për juve. Sepse juve jeni në të drejtën tuaj. Dhe ata nuk do doni që të shfaqen, por do dalin vetvetiju, dhe kjo është diçka që për juve është i gëzim shumë i madh, që hiqni mbi shpallët tuaj një barë shumë të rëndë, që kanë qenë rol drejtues. Dhe kjo do të shpërthej. Kjo do jetë ajo prapaskena që ju është bërë juve të shenjës së akrepëve. Sidomos në dhjetëdiçi i dytë. I pari dhe i treti, vërtet ka një indicje, por jo problematika, në çështje gjyqësore mund të ketë për shembull, apo janë çështje që zgjidhen. Në dashuri, po, ka të bëjnë shumë akrep dëm, akrep luan, akrep ujor. Akrep ujor është më perfektja dhe më idealja në gjëra të mëdha që juve keni dhe doni ti realizoni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese edhe konkretizuese në gjërat që ndodhin, gjërat që bëhen, që do të thotë shenja e shigjetarëve. Për sa i përket shigjetarët të duket se tani për tani kanë mundësinë e tyre, të drejtën e tyre, rregullin e tyre, sepse do vinë një moment që këta të zgjidhin problemin e tyre në fushën e karrierës, të zgjidhin disa probleme në lidhje me punën dhe ekonominë. Dhjetëdiçi i parë do merret me punë të reja që do të fillojnë të nisin, do kenë një burim të arrës të dyta, që është e mundur kjo të ndodhi, nuk e diskutoj unë sepse ka të bëjë me disa çështje të reja, do ta thosha unë, në lidhje me takimet, në lidhje me ndryshime që do të keni, por janë ndryshime mjaft të mira në stabilizime, në ekonomi, në dashuri, por jo se ka diçka shqetësuese për sa i përket çështjeve, por ekonomia është baza, ekonomia është ajo që do t'i shikoni gjërat të ndodhin në anën tuaj, sepse pozicioni planetar ndihmon shumë për ju që jeni në tregti, për ju që jeni në rol drejtues, për ju që jeni në punë private ose shtetërore. Do bëhen disa ndryshime shumë të mëdha dhe do fillojnë një cikël i ri i mundësive, një cikël i ri i vazhdimësisë dhe i korrektësisë suaj, sepse puna dhe karriera janë dy gjëra kryesore për sa i përket zhvillimeve, për sa i përket mundësive që juve keni dhe kohës së artë që keni tani atutje. Çështjet që lidhen me shumë ndikime të mëdha, se është ndikuese ajo e anës ekonomike financiare e biznesit dhe karrierës suaj. Çështjet që lidhen me ekonominë, çështjet që lidhen me vazhdimsinë tuaj, është një moment shumë i mirë, është tepër pozitiv për sa i përket rregullave dhe mundësive të arta që juve keni. Koha, përshtatshmëria e këtyre gjërave është momenti dhe koha më e mirë e duhur, por që nuk duhet që të mos hapni shumë. Pak e saktë, jo shumë e përlum. Është një moment tani, është një moment që shumë ndikues, pozicioni tani dhe që jep një moment shumë mirë për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës, lidhet me karrierën shumë, dhe është momenti i duhur në kohën e duhur për punën dhe për ndryshimin e madh që është. Megjithatë,
Në anën tjetër, ka diçka shumë të madhe në fushën e karrierës dhe të biznesit, sepse lidhet shumë me biznesin. Koha tregon që tani në këtë periudhë është një moment shumë i mirë dhe tepër veprues, sepse ekonomia dhe stabilizimi bëjnë shumë gjëra që në një kohë të caktuar dilni sipërfaqe, stabilizim ekonomik dhe gjërat e tjera që do të keni në fushën e biznesit tuaj, por dhe një udhëtim. Një shitje që do bëjnë dhjediçi i dytë ka të bëjnë me një shitje të rëndësishme lidhet me financat këtu, sepse do t'ju duhen disa para për të dhënë diku dhe kjo vjen si moment dhe si periudhë mjaft e mirë për të rregulluar dhe stabilizuar, kurse dhjediçi i tretë stabilizimi ekonomik që është dhe diçka e re futet në jetën tuaj për sa përket punës, për sa përket biznesit, një biznes i ri që keni ndërmend ta realizoni është e mundur të realizohet dhe është koha juaj më e mirë e mundshme, do e shikoni sepse jeni shumë fatlum në këtë aspekt dhe kjo periudhë juve ju bën të ndjeni mirë, ju bën të ndjeni superior në ato që keni, superior në ato që doni të përçoni, sepse koha tregon që vërtet jeni me shumë fat, vërtet e keni mundësinë për të bërë zgjidhjen e duhur në anën e ekonomisë dhe jo vetëm. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet afatgjatë që kanë bëjnë me gaforet e dhjediçit parë, me dashët e dhjediçit tretë, me dashët e dhjediçit tretë është periudha kur ndodhin këto gjëra, por dhe me binjak të dhjediçit të dytë. Binjak të dhjediçit të dytë është një mundësi shumë e mirë tani e tutje, ku gjërat janë korrekte nga ana juaj, janë korrekte nga ajo çka do të ndodhi dhe do bëni, por megjithatë edhe si periudhë është mjaft pozitive dhe korrekte, por gjithashtu ka të bëjë edhe me një bashkim familjar që do të jetë me virgjëresht të dhjediçit të parë. Koha ka treguar që gjithçka shkon mbar, gjithçka arrihet fal suksesit tuaj, fal mundësive, fal vazhdimësisë dhe çështjeve të tjera që do të ndikojnë tani tutje në anën tuaj. Meqenëse mundësitë janë edhe koha është mjaft e favorizuar, pse jo, mund të arrisni qëllimin tuaj dhe të shikoni në detaje mbi gjërat që juve keni, mbi gjërat që juve dëshironi dhe adhuroni. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft surprizuese dhe tepër ideale për sa përket kësaj jave që do shkëlqej në fushën e ekonomisë dhe të dokumentacioneve, që këta janë britsjapët. Për sa përket britsjapët do duket se roli kryesor është ai ekonomik. Mundësitë që keni, dhjediçi i parë gjithmonë është një hap parë se çfarë ndodh. Dhjediçi i dytë ka një punë në dorë tani, por këtë punë do ta zhvilloj akoma më tutje. Zhvillimi dhe mundësitë që janë është një mundësi mjaft e mirë, sepse dini shumë mirë ku interpretoni gjërat që keni ose ato gjëra që doni të veproni me kujdes në anën tuaj që të keni përfitime, po është e mundur kjo, sepse nga një punë që keni tani nuk mund të dalni atje ku duhet, dhe shumë e vështirë, mundoni shumë, por do gjendet rrugët e duhura për të arritur qëllimin tuaj, sepse ja keni bërë hizmetin dhe kur e keni bërë hizmetin, dilni dhe të fituar në anën tjetër. Çështjet madhore ekonomike e financiare të dhjediçit të dytë është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive për të bërë zgjidhjen e duhur në këtë fushë. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk të dhjediçit të parë, me virgjëresht të dhjediçit të tretë, ku janë dy mundësi e shkoha më e mirë e mundshme për të stabilizuar, për të arritur në finish dhe koha që do të keni mundësinë mbi zgjidhjen e problematikave të ndryshme, mbi arritjen tuaj në lidhje me financat të dhjediçit të tretë, por gjithashtu nuk diskutohet disa dokumenta që do t'i merrni juve të shenjës e britsjapëve, ku gjërat janë në dorën tuaj, jo në dorën e të tretëve, sepse me një dokument që do të merrni do t'ju hapen dyert e së ardhmes shumë shpejt, sepse është koha, është momenti, po, dhe e keni dhe si mundësi, por dhe si periudhë. Pra, këto periudha kanë ndikimin e tyre, kanë dhe mundësinë që do t'ju jepet
në anën e tyre. Megjithatë, vërtet është diçka shumë pozitive dhe shumë e artë në anën ekonomike financiare për të zgjidhur problematikën dhe kohën e duhur mbi ndryshimet, takimet dhe bisedimet që do të keni. Gjithashtu është dhe koha e duhur për të stabilizuar dhe për të arritur qëllimin tuaj në ekonomi dhe në lidhje me dashurinë. Por në anën tjetër, me dashurinë duket se dhjediçi i parë ka pasur një problem me Luan. Mirë do ishte që të shikoni pak arsyen çfarë ka ndodhur, dhe kjo do të thotë që tani për tani juve e keni dhe si momenxhën, por janë momente që koha tregon që jeni me fat në këtë aspekt, por periudha do që në njëra anë të favorizoheni shumë të dhjediçit parë në lidhje me dashurinë, por në anën tjetër Luani kërkon vendosmëri. Keni kujdes në këtë aspekt sepse gjërat mund mos jenë ashtu siç pritet. Kurse dhjediçi i dytë, që ka një lidhje me Dem, këtu Demi nga njëra anë jeni dy shenja toke, mund të keni grindje, po janë grindje dashurie. Dhe momentet që do të keni juve Dem Britsjap është një periudhë mjaft e mirë që mund ta zgjidhni nëse keni probleme të kësaj natyre, ose një shkëmbim unazash është mundur të realizohet, por kjo varet në individ pse koha kur është, nuk kam thënë, por gjithashtu dhjediçi i tretë që do ketë një lidhje solide që shkon në martesë, nuk diskutohet, ju e dini shumë mirë se sa shkojnë që janë me gafore. Gafore dhjediçit të dytë ka diçka shumë të madhe dhe kjo do t'i thotë që do thotë mundësi, do thotë rëndësi dhe kohë për të stabilizuar jetën tuaj dhe për shkuar në altar. Do shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë stabilizuese dhe një shenjë që kërkon riskun e vet dhe e gjen me anën e drejtë të vet, që do thotë shenja e ujorëve. Ujorët duket se tani në këtë periudhë kanë disa mundësi. Mundësit më të mira që lidhen me ekonominë, lidhen me dashurinë, lidhen me marrjen e vendimeve të rëndësishme në kohën e duhur, gjithmonë, dhe periudha që ndodhin fenomenet. Këto periudha në një farë mënyre janë mjaft të ndikuar dhe shumë të arritshme. Ekonomia për shembull, sepse kanë diçka që mund të edhe të ndryshojnë, domethënë, por duket se kjo periudhë, ky momenti më i mirë i mundshëm për sa i përket zgjidhjes së një konflikti të vjetër, sidomos dhjediçi i parë, me të drejtën e vet lidhet me pasuripaluajtshme. Dhe kjo është koha, është momenti, është periudha që gjërat të realizohen siç juve dëshironi. Ujori është shumë zemërgjër dhe e di shumë mirë çfarë bën dhe kur do të shkojë. Por në anën tjetër ka diçka shumë të madhe në lidhje me pozicionimin e planeteve, të kohës dhe të mundësive që jepet tani e tutje, por nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar, sepse ndryshimet që kanë të bëjnë, mundësitë që do t'ju jepen, është një moment mjaft i mirë, pozitiv në atë që duan të kalojnë. Dhjediçi i tretë lidhet shumë me një punë ku i pëlqen shumë, por ka frikë të bëjë lëvizjen nga i vend pune që është në tjetrën. A është e mundur të bëhet kjo? Po, është e mundur. Por duhet të bisedonim dhe ta rishikoni në detaje për punën e dytë që juve merrni. Nëse shkëputni punën e parë pa përfunduar dhe pa qenë të sigurt për punën e dytë që juve kërkoni dhe doni të merrni. Në anën tjetër, ekonomia, stabilizimi i saj është në dorën tuaj dhe keni edhe si mundësi, edhe si kohë në fakt për ta realizuar. Në fushën e dashurisë duket se lidhja afatgjat, nëse keni një lidhje dhe si mund të shkojë kjo lidhje, duket se është me luan të dhjediçit të tretë. Me luan të dhjediçit të tretë është momenti dhe koha më e mirë e mundshme për të stabilizuar dhe për të arritur qëllimin tuaj, sepse ndikimi më i madh që është ujor luan ka një mundësi shumë të mirë dhe janë mjaft, kanë ide të përbashkëta dhe intuita e tyre vepron në jetën e tyre për të shkuar në altar. Kurse dhjediçi i dytë i shenjës së ujorit, që lidhet shumë me shenjën e
dashit të dhjetëdhjetit parë kanë diçka mes tyre pozitive dhe shumë korrekte, por edhe pse kanë pasur probleme, kanë pasur gjëra që nuk arrin ku duhet, por periudha ndodh që janë fenomenet dhe koha e tyre që të stabilizojnë çështjet ekonomik-financiare, stabilizojnë gjërat e mëdha. Kurse lidhja e dhjetëdhjetit të tretë që ka të bëjnë ujor akrep, juve ju duket pak e vështirë, po unë them jo, është një kohë shumë e përshtatshme, është një kohë mjaft e mirë sepse do të stabilizoni anën tuaj, stabilizoni gjërat që do keni në këtë fushë, por bashkim familjar për juve që jeni në Zvicër ose juve jeni në Gjermani, vendet nordike që keni mundësinë si ujor që jeni, është një kohë shumë e mirë dhe tepër e përshtatshme, sidomos me peshoret e dhjetëdhjetit të tretë, bini pas sepse ka për t'ja vlejtur. Ju bëni si doje barazëmstuar, kam drejt ju them, sepse është dhe koha dhe momenti mjaft i mirë, pozitiv në lidhje me ndryshimet që do ndodhin për juve të shenjës së ujorit, sepse do të merrni dhe një në bashkim familjar, jeni për shembull në një shtet, do të mund të shkoni në një qytet, në qytet tjetër, të ndryshoni qytet ose vend banim. Është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive në këtë drejtim dhe kjo është ajo çka juve jeni dhe do t'ja arrisni qëllimin tuaj. Përgatituni gjithashtu për një pasardhës të dhjetëdhjetit të tretë, sepse është një mundësi mjaft e mirë që kjo mund të ndodhi pa pritmas, sidomos me luan të dhjetëdhjetit të dytë, ku është edhe koha dhe momenti i duhur. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë stabilizuese dhe korrekte dhe intuitive, që këta janë peshqit. Për ju që peshqeve duket se është dhe koha, momenti, periudha dhe ndryshimi që do të keni, ndryshimi në anën ekonomike, po jeni intuitiv sepse peshqit të dhjetëdhjetit të parë kanë mundësinë dhe çështjet e rëndësishme që ata i zgjidhin vetë dhe nuk kanë nevojë për persona të tretë. Kjo është një armë e fuqishme për sa i përket punës, për sa i përket disa çështjeve ekonomike e financiare, por do të keni kujdes se do të duhet të nënshkruani një marrëveshje dhe kjo marrëveshje mund të ketë dhe disa problematika të vogla në këtë aspekt, prandaj bëni pa kujdes, mos u nxitoni, sepse nxitimet asnjëherë nuk sjellin dobi përveç se probleme në anën tuaj. Megjithatë, kjo periudhë është një periudhë, do ta thosha me bindje të plotë, për 1000 arsye që ju keni, sepse në çdo kohë, në çdo periudhë mund ndodhin fenomene të çuditshme. Por dhjetëdhjeti i parë, edhe pse keni pasur probleme të prekshme, do të thënë keni vuajtur në këtë aspekt, por tani ka ardhur koha dhe momenti për të arritur qëllimin tuaj ashtu siç dëshironi. Dhjetëdhjeti i dytë do ketë mundësinë, kohën e duhur për marrje vendimesh të rëndësishme në punë, në karrierë, në dashuri, sepse kanë shumë gjëra dhjetëdhjeti i dytë për t'ja arritur, kurse dhjetëdhjeti i tretë do merret me udhëtime, do merret me qera, marrje qeraje, qera marrës, qera dhënës, diçka kësaj natyre. Me biznese, tregti, për juve të shenjës së peshqit që merrni me tregti, përgatituni në mesjavë, sepse është një ndikim shumë i mirë, tepër favorit për juve të kësaj shenje, dhe koha tregon që jeni me shumë fat në këtë aspekt, e keni të gjithë kohën përpara dhe momentin që juve do të keni në anën tuaj. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet afatgjat, që do të thotë lidhja që ka të bëjnë me virgjëresht të dhjetëdhjetit të parë, do thotë dhjetëdhjeti i parë i shenjës së peshqeve. Dhjetëdhjeti i dytë i shenjës së peshqeve ka një ndikim shumë të madh me gaforet e dhjetëdhjetit të tretë. Me gaforet e dhjetëdhjetit të tretë do thotë që sado që të grindeni, janë grinde dashurie, por një shenjë uji, ndikimi më i madh me shenjë uji është momenti dhe koha e duhur për stabilizim. Kurse dhjetëdhjeti i tretë me shenjë zjarri, që është me shigjetarët e dhjetëdhjetit të tretë, me dëmt e dhjetëdhjetit të parë, ku gjërat janë fikse, kanë atë mundësinë dhe çështjet e rëndësishme që vinë. Dhe kështu që kjo duket se është në anën më të mirë të mundshme në lidhje me takime, në lidhje me
ndryshime dhe vendime që do të merren tani e tutje, duket se është ana juaj më e mira e mundshme. E përgjithshmja për juve të kësaj shenje, bashkim familjar, juve që ndodheni në Suedi, juve që ndodheni në Belgjika, ku di unë, janë si intuitiv, prandaj u them këto, është koha dhe momenti i duhur, sidomos me akreptit dhe ditësh të parë, ku mund të keni bashkim familjar, ku është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive në këtë drejtim. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj jave kaq të rëndësishme, një javë që ndikimi dhe favorizimet të mëdha që keni, prandaj bini pas sepse është java e fundit që do të thotë mundësi, do të thotë rëndësi dhe kuptim plot nga data 26 janar deri më 1 shkurt 2026. Para se të ndahemi bashkë, nëse ju intereson, e keni damenjen, që doni një parashkim të detajuar me orë lindje, të detajuar për çështje pune, çështje karriere, çështje ligjore, gjithçka dëshironi, kohën e përshtatshme kur ndodhin këto fenomene, atëherë kemi www.astrologo.al, kemi faqen roz, shikoni aty. Aty mund zgjidhni çdo lloj pakete që ju intereson. Duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, atëherë jeni gati të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por duhet të dërgoni emailin tek Kuadrati, tek ajo dritarje vogël që të flasim bashkë. Për juve që doni, që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, e doni të dërgoni mesazh, atëherë kemi pikërisht këtë butonin këtu. E klikoni, ndiqni hapat atje siç e shikoni dhe më pas dërgoni mesazhin dhe merrni drejt për së drejti përgjigje. Për juve që doni që parashkimet momentale, atëherë mund të shikoni pikërisht këtë butonin këtu, ja pra siç e shikoni atje, dhe e klikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar në Andres Membership, pra, dhe aty pastaj dërgoni në Andres për të marrë parashikimin që juve kërkoni. Nga unë Njëri Pulla, ju uroj një ditë të mbar, javë të mbar në çdo aspekt të jetës suaj. Jesë mirë.